Kolegët e mi, Maldi Dema, në këtë rast mund të japi gjithë informacionet jo vetëm për mënyrën se si kemi kaluar këtë projekt ligj në duart e ministrisë, por edhe të Po patjetër, po ka ky komision nga Instat varet dhe ku vjen raporton në etj me radhë. Domethënë, Ministria e Bujqësisë është kliente e Instatit siç jam unë, përdorues i statistikave të Instatit. Nëse ju do bëni një census, siç e do Ministria e Bujqësisë, mos i harxhoni lekët kot. Ja u them unë, do dalin lop më shumë se sa që kanë qenë para 10 vjetësh. Do dalin dele më shumë se sa kanë qenë para 10 vjetësh. Dhe po ta them unë që këto lopë e këto dele do prodhojnë qumë shumë më tepër se sa që vjen nga importi. Në shumë se ju shkoni tek Ministria e Bujqësisë. Ministria e Bujqësisë ka një interes që niveli i prodhimit bujqësor të jetë shumë i lartë. Edhe nga baktit, edhe nga toka, edhe nga pemët e tjerë me radhë. Ne duam një census që të na thotë të vërtetën, edhe për bujqësinë, edhe për blegtorinë. Nuk na duhet një census që konfirmon deklaratat e Ministrisë së Bujqësisë. Jo, na duhet një census që është pasqyrë e të vërtetës që ndodh atje poshtë në territor. Tani po të jetë muhabeti, sepse ka ndodhur para 3 vitesh që ka bërë një numërim Instati të baktive dhe e bëri me drejtoritë e veterinarisë e tjerë me radhë dhe po ja u them se sekret fare. Vajta i gjeta të mbledhur veterinerët në drejtorinë e Lushnjës atje, e ku i thonin mos dëgjoni Erion Braçën, shkruani këto që ju themi ne. Dakord? Nëse censusi do bëhet kështu, lëreni fare mos i harxhoni këto lekë. Përgjigjemi zoti Braço, ju falenderoj, edhe ne jemi të vetëdijshëm për ndjeshmërinë që ka fakti që ne jemi përpara kryerjes së një censi të bujqësisë i cili po pritet që të plotësoj nevojat për një informacion të pavarur, të saktë dhe me cilësi. Ajo çka unë përmenda më parë ka të bëjë me faktin që i gjithë projekt ligji jo vetëm është hartuar dhe është konsultuar në fazat paraprake nga Istati, por është në të tëra detajet i është përgjigjur të gjitha rekomandimeve që vinë nga BE-ja në lidhje me censet e bujqësisë dhe me aktivitetet të tilla të rëndësishme statistikore. Pra, është hartuar nga ne. Në fazën e tanishme e kemi dorëzuar të hartuar këtë ligj pranë Ministrisë së Bujqësisë sipas një kërkese që vjen nga kryeministri, pasi ne, Instituti i Statistikës, nuk ka tagër ligjor që ta paraqes këtë ligj pranë komisionit. Atëherë, kjo nuk do të thotë që ligji Nuk e di kush ja u ka thënë këtë. Edhe nuk e di se kush ja u thotë këtë. Që pas ka tagër Ministria e Bujqësisë dhe pas ka tagër, nuk pas ka tagër Komisioni i Ekonomisë apo Komisioni i Bujqësisë. Ju pas keni tagër t'ia çoni Ministrisë së Bujqësisë, por nuk pas keni tagër t'ia shkruani në Parlament për ta mirëtuar këtë gjë. Kur raportoni, edhe kanë në statistikave, edhe raportin vjetor, tuaj të statistikave. Tani, nuk ka sens kjo gjë. Nuk ka sens. Ju kanë gënjur, kush ka thënë këtë, ju ka gënjur. Ka që thjesht. Projekt ligji është në kontrollin total në të gjitha detajet teknike dhe për sa i përket artikujve që përmban dhe koordinimi që për momentin Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural po bën është më shumë e lidhur me komunikimet që neve kemi me Ministrinë e Financave, praktikisht. Por të gjitha komunikimet i kalojnë nga kanalet nëpërmjet Instatit dhe A doni të kuptoni që Instituti i Statistikave është një institucion i pavarur nga qeveria? Doni ta kuptoni këtë apo s'doni ta kuptoni këtë? Nëse po bëni census për Ministrinë e Bujqësisë, okay. Po thoni që census për Ministrinë e Bujqësisë. Nuk është census për çfarë ndodh në bujqësi dhe në vektori. Nuk ka punë fare Ministria e Bujqësisë me censusin. Jo, mund ta marrë ta përdorin punë fare siç do ta përdorin gjithë.
e Bujqësisë ka qenë e përfshirë në hartimin e ligjit, sigurisht, në ato aspekte që nuk i përfshin, në ato si të gjithë ministritë e linjës, si të gjitha ministritë e tjera të linjës, për ato aspekte që nuk lidhen drejt për së drejti me teknikalitete. Zonja Sado, një nga gjërat që duhet keni parasysh është që Instituti i Statistikës është instituti që mban fort parimet e statistikave të pavarura. Që të mbash fort parimet e statistikave të pavarura ka një kornizë legislative, ka dhe një kornizë metodologjike. Kornizën legislative e artoni juve çoni këshillt ministrave, sepse ju si ent nuk sillni dot një nisëm që nuk ka një firmë deputeti ose që nuk vjen nga këshilli i ministrave. Në këtë rast, ky është një aksion kombëtar, nuk është një aksion instituti. Dhe është i një çasti, për një çast, që kështu në këtë moment unë besoj që Ministria e Bujqësisë apo Këshilli i Ministrave është e njëjta gjë që ju duhet ta çoni. Ministria e Bujqësisë do t'japi mendim si do t'japi dhe Ministri i Shtetit për pushtetin vendor, sepse do shkosh në gjithë territorin, është njësoj kjo gjëja. Nuk e ke të lidhur aq shumë këtë momentin institucional vetëm me Ministrinë e Bujqësisë. Pyetësori është një normë metodologjike, nuk ndryshon dot normat metodologjike. Nëse keni rënë dakord ta bëni si mas faus dhe si mas rregullores të Parlamentit Evropian, nuk i ndryshon dot ato norma. Do jenë ato norma për cilat do ta vësh në dieni ministrinë. Por këto gjërat janë të thëna në një manual që kanë gjithë vendet që bëjnë census në popullsi, në bujqësi, në industri, kudo që bëjnë i shkruajnë këto gjëra, që kështu nisur nga nevoja që keni për ta mbaruar shpejt se erdhi tetori. Tetori është në derë tani, duhet bërë gjithë punët gati. Nuk mund të ngeli ligji për censusin që ne si komision kemi ardhur te ju dhe vitin e kaluar për të bërë një takim, një ligj që është thuajse gati që të ngeli pa ardhur për miratim në kuvend. Dhe ajo që po kërkon zoti Braçi është pikërisht për shpejtimi i këtij procesi, nuk mund ngeli pengi një ministrie, është Këshilli i Ministrave që e drejton këtu në kuvend ligjin. Që kështu duhet punuar shpejt për këtë gjë, nëse duhet ta realizojmë në kohë. Pastaj procedurat e tjera janë gjëra që ju përveç hartimit të pyetësorit, që dhe me sa dim ne nga takimi që bëm me ju, duket se kur është pak a shumë gati. Ajo gjë që nuk kemi kuptuar nga takimi që kemi bërë me juve është metodologjia e trokitjes der më der të fermerëve, kë formë do përdorni hartën, do përdorni listat, si do ta bëni ndërthurjen. Këtë nuk e kishit të qartë kur ne erdhëm në takim, besoj që e keni zhvilluar më tej këtë histori tani. Dhe gjëja tjetër që na duhet të kuptonim ne është si do futen në gjithë këtë proces njësitë e qeverisë vendore, përveç se ato janë kryesoret në këtë proces. Njësitë e qeverisë vendore që monitorojnë në mënyrë kapilare si po shkon i gjithë procesi i regjistrimit në territor. Që kështu për këtë censusin e bujqësisë unë do kisha nevojë që në një moment të dytë, me gjithë këto situata që kemi, na vini në dieni, ne nga ana jonë do kërkojmë nga Këshilli i Ministrave shpejtësi në proces, që ligji të kalojë, se ligji thuajse ishte gati përpara ca kohe. Projekt ligji, e nderuar zonja kryetare, është i përfunduar. Kemi pasur vetëm një shkëmbim të fundit me Ministrinë e Financave, gjithmonë për sa i përket metodologjisë, dhe ju falenderoj për saktësimin që bët. Nuk ka asnjë ndryshim të mëdejshëm, është vetëm ky hapi i fundit i prezantimit të projekt ligjit nga ana e Ministrisë pranë komisionit. Në lidhje me pyetësorin është pothuajse në finalizim, ne kemi marrë asistencë teknike të vazhdueshme nën fondet e Bashkimit Evropian, si në lidhje me finalizimin e pyetësorit, dhe këto misione kanë qenë të këtyre 2 muajve të parë të vitit, si në lidhje me metodologjinë për trokitjen e derë pranë njësive që do të intervistohen. Dhe kemi të konsoliduar këto 2 aspekte, jemi vetëm tani duke finalizuar procesin e programit për hedhjen e të dhënave dhe për matjen e cilësisë. Të gjitha këto aspekte janë nën mbështetjen e fondeve të BE-s, që do të thotë në një skrinim shumë të qartë edhe të metodologjive që Bashkimi Evropian parashikon sipas rregulloreve përkatëse. Unë kam një pyetje tjetër. Ju thonë që do shtojmë njësitë, ju keni sa njësi kemi neve statistikore në vendin tonë. Se këtu keni vend që nuk ka shumë, dhe thonë për këtë vit ju do shtoni njësi që do raportojnë në sistemin statistikor kombëtar. Apo jo? Jemi 4 aktualisht. Jeni 4, shoni 5, do merrni kadastrën.
kadastra është. Mendojmë që të bëjmë disa memorandume bashkëpunimi. Jo, një minutë se por kam kjo një kështu. pyetje unë për këtë gjë. Tani që një agjenci të vitet bëhet pjesë e programit statistikor kombëtar, ka nevojë të ndjekë disa udhëzime që janë udhëzime statistikore. Përpara se të raportojë. Dhe për dhunat administrative duhet të ketë sa soundness methodological aty para se të vi. E keni gati ju kadastrën në këtë moment me gjitha ato punë që ka kadastra, ta merrni juve që të bëhet agjenci statistikore kadastra? Është një gjë që bën sens në këtë moment me kaq shumë detyra se ta nga ana tjetër? Do të bëjmë disa memorandume bashkëpunimi në mënyrë që neve të rrisim fokusin dhe hapësirën dhe diapazonin e të dhënave që marrim administrative. Kjo nuk do të thotë që neve parashikojmë që kadastra do të përfshihet si një agjenci e re statistikore, por të bëjmë një vlerësim për cilësinë e të dhënave që kadastra përmban dhe si ato mund të furnizojnë operacionet dhe aktivitetet tona statistikore. Nga peer review-ja që